vije në pranga 3 shtetas për vepra të ndryshme penale, shpallet në kërkim një tjetër i dyshuar për vjedhje. Specialistët për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare në bashkëpunim me policinë e Lushnjës bën të mundur kapjen dhe më pas ekzekutimin e vendimit të gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Vlorë për shtetasen RM, 27 vjeçe, lindur në Vlorë dhe banuese në Lushnjë, e dënuar me 1 vit burgim për veprën penale, falsifikim i monedhave. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor në Vlorë dhe Sarandë kanë arrestuar për gjatë 24 orëve shtetasit. Ai, 36 vjeç banues në Tepelen, pasi në datën 28/3/2025 në rrugën Aleksandër Mojsiu Vlorë, duke drejtuar automjetin tip BMW, ka aksidentuar këmbësoren, shtetasen EK 75 vjeçe, e cila ndodhet në spitalin e Tiranës nën kujdesin e mjekëve. RG, 50 vjeç, banues në Sarandë, pasi në datën 28 mars në rrugën Okzemi Sarandë, dyshohet se drejtonte automjetin në gjendje të dehur dhe nuk ju bind urdhrit të policisë për t'u nështruar testit të alkoolit. Në vijim, ndaj tij u krye edhe ekspertimi toksikologjik. Specialistët për hetimin e krimeve në policinë e Sarandës shpallën në kërkim shtetasin AS 19 vjeç, banues në Sarandë, pasi në datën 25 mars dyshohet se ka vjedhur një shumë parash një shtetasi në lagjen nr. 4 Sarandë. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.